edhe propagandën e paska pas kala prej rëre Edi Rama, sepse kemi pas kriju një mit që është i zotin propagandë, do është i pa konkurushëm, Endri Fuga këshu, Endri Fuga ashtu. Siç po e tregon protesta, suksesi i këtij në propagandë nuk ka qenë aftësia Goebbelsiane as e Ramës as e Fugës, por ka qenë paraja. Paraja dhe mbështetja ndërkombëtare e ka majt këtë gjallë dhe blerja e medjave. Blerja e medjave, pagesat e ushtrive digjitale, këto kanë qenë sukseset e Edi Ramës në propagandë. Blerja e larove maskarenjve që dalin natë për natë në për studiot televizive me pagesa. Pra zero me bisht pas ka qenë edhe në propagandë, se edhe unë kam mendu që është i zotin propagandë, por duhet me reflektu kur shohim këtë revolucionin e flamingove, duhet me reflektu tani që ky ka përballë ustajin e propagandës, Sorosin. Një mjeshtër në komunikim i ka heq mbështetjen këtij dhe shifeni çfarë impakti ka revolucioni i flamingove edhe sa dobët, sa i trash duket ky. Po të shifni kanë hedhë atë sketën kriminale sipas këtyre të njërit që ka dalë në protest. Një person aty jo rrafje, budalliqe, kush e hedh këtë, e shpërndan këtë Edi Rama, e shpërndan këtë edhe Belinda Balluku, mbi të cilët rëndojnë miliona euro aferë korruptive e inceneratorëve që nuk ekzistojnë. 50 milion euro te tuneli Llogaras, miliona euro te Unaza e Madhe e Tiranës, mbi 1 miliard lek te Thuman Kashari për bashkim Ulajn. Pra këta njerëz kanë gjetë sketë kriminale të një personi që ka bosh sherrë, kujtun çfarë sherrësh. Ai mund të jetë i dënuar, mund mos duhet fare në protestë që si ka, nuk jam duke u marrë me personin, por që shih ça propagande bajate bëjnë edhe kush e bën propagandën. Belinda e teceve të Vlorës, Belinda e parqeve fotovoltaike, Belinda e tunelit Llogaras, Belinda e rrugëve e 300 milion euro qaftë Qukës, qaftë Ploçës që s'punon. Pra mjaftoi vetëm heqja e mbështetjes nga Sorosi dhe ky të thyn hundët dhe të mos jeti zoti të marr fuqi. Më thanë që kishte në mbledhjen e grupit parlamentar sot u kishte dhënë porosi deputetëve, idiotëve, që akoma po i shkojnë mrapa edhe ata që kanë ndamenin që do shkëputen prej tij, që postoni në rrjetet sociale, bëni kështu që të mund me propagandë, nuk e mund më dot. Sot protesta ka marrë një ehonë edhe më të madhe, sepse kanë zbarku në Shqipëri eurodeputetët. Është e pa precedent që eurodeputet, sigurisht nga inati për Trumpin, sigurisht ka deputet prej tyre që janë të majtë dhe janë të sponsorizuar nga Sorosi, por janë eurodeputet në fund fare, kanë fjalën e tyre në Parlamentin Evropian dhe fjala e tyre është spektakolare. Për shembull kishte fol kjo Paulus, çfarë ishte kjo? Jutta Paulus, gjatë fjalës saj aty sot, ka thënë që ne jemi këtu për ju, për të mbështetur dhe zëri juaj do të përcillet në BE, sepse Shqipëria nuk është në shitje, natyra nuk është në shitje. Ne do luftojmë për natyrën tuaj dhe për drejtat tuaja, sepse kjo është në legjislacionin evropian. Edhe nëse Shqipëria do të jetë pjesë e BE-s, duhet të jetë në të njëjtën linjë, duhet të ndryshojmë ligjin dhe legjislacionin, duhet bëhet më shumë për mirëqenien e popullit shqiptar, eurodeputet që vinë edhe qajnë hallet e tona, qajnë hallet e popullit shqiptar dhe maskarejt që kanë marrë votat, që marrin para rroga, plus afera që marrin këta, nga rilindja, po marrin edhe rrogat nga buxheti i shtetit që i paguajmë ne nga xhepi jon,
rrinë edhe i bëjnë fresk akoma Edi Ramës, deputetët e rilindjes Seqinet. Sot ka pas edhe një ngjarje tjetër prapë të rëndësishme që tani duket që do vinë duke u përshkallëzu situata, se do shkojmë çik edhe ai libri roz që ka bërë Edi Rama, por te incidenti të Universitetit të Tiranës po kruhet me studentët. Kur revolucioni shkon në derë të universitetit dhe krijohen incidente, Edi Rama e di shumë mirë se çfarë ndodh, sepse kjo ka ndodhur një herë në Shqipëri. Hidh banderola ata, mbyll roja mrena, incidente banale, por për turpin e vet. Rektori dhe pedagogët e Universitetit të Tiranës rrinë si palaço, i bëjnë fresk pushtetit. Kjo deputetja tjetër, kjo e partisë Gjelbër, i kishte thënë Ramës ngjoje qytetarët, mbroni vlerat, populli është gati për bashkimin evropian, por qeveria ende jo. Qeveria mafioze, qeveria e korruptuar. Gjithë propaganda, gjithë parat që ka pagu, parat e drogës, e parat e korrupsionit, e të krimit që ka pagu ky, për të ble mediat shqiptare, Top Channelin, Klanin, Euronewsin, atë Report TV-n, Vision Plusin, e kujtun ku ka ble tjera media që ka ble kënë Shqipëri me portale budalliqe, ja shkërmoqi për një muaj protesta, sepse protesta nuk është e pa dirigjuar, protesta nuk është instiktive, por është e strukturuar. Dhe vinë deputetët, mbajnë fjalën, eurodeputetët e Bashkimit Evropian vinë, mbajnë fjalën në shesh, ja shkërmoqin gjithë atë kala që dukej e pa shpërbëshme. Kalaja propagandistike e Ramës, edhe vete thashën para 2-3 ditësh, që ky është i pa konkurueshëm për çështjen e propagandës, por fakti është se ky paska pas edhe atë, paska pas kala rëre, kala që e ka mbajtur me para. E ka mbajt me para duke vjedh shqiptarët, duke bashkëfut para drogën Shqipëri, që e çoi euron, e çoi në fund fare euro, dhe përmes kësaj pastaj i bleu mediat. I bleu mediat të gjitha, bleu paçavuret e ish opozitës, Lul Bashën edhe ca zara të tij, ca fllëqësira që dalin nëpër media bëjnë opozitën e opozitës. Krijoi qindra partiçka të reja edhe mori mandatin e 4 me patronazhistët në krye, të cilët edhe ata duket që e kanë lënë tani, edhe vjen vërdall, i lutet Zeqinesa, mund bohu ti më e pranishme, po e them në mënyrë figurative, bohu më e pranishme në rrjetet sociale. Tani, po them një rast tjetër, se nuk janë gjithë dot videon kësaj, nuk e bashkan gjithë dot videon, sepse kam hall to copyright-e që atë dreqin kanë këta YouTube-i. Në fushat elektorale në SBA, një kandidat, siç duket është nga këta, jo siç duket, por është i Partisë Demokratike, i Tmajtës, gjatë fushatës atje, më duket është edhe i mbështetur nga Sorosi, e ka bë Donald Trumpin copa për ishullin. Ka majt fjalim atje, edhe ka thënë është një ishull i vogël, i bukur, pranë Bregdetit shqiptar, quhet Sazan. Jared Kushner e do atë, thot. Kështu që ai mori miliardat e tij dhe vendosi që ai dhe Ivanka ta blinin, morën miliardat e atyre Katarit, edhe deshën me e ble. Kjo është Imin Mesahat, thot. Kryeministri i Shqipërisë ja jep kompanisë së Jaredit, thot, gjojeni sa bukur, statusin investitorit strategjik. Kështu lejet dhe miratimet përshpejtohen, shpjegon komplet procedurën e çka ka bërë Rama për Sazanin dhe për Zvërnecin, për të ndihmuar princin amerikan, thot, të zhvillojë ishullin e tij të ri. Tani ky ishull është një thesar kombëtar për Shqipërinë, thot kandidati i Sorosit, po themi, thonjsa, në SBA, për Trumpin edhe për dhëndrin.
një nga vijat e fundit bregdetare të paprekura në Mesdhe, për Sazanin dhe për Zvërnecin. Ujërat e tij ishin pjesë e një parku detar kombëtar, të mbrojtur nga zhvillimi, derisa Shqipëria ndryshoi ligjin, për ligjin e zonave të mbrojtura që ndryshoi Rama, domethënë sikur me qenë shqiptar ky, për të lejuar Gerard Kushnerin të ndërtoj resortin e tij atje thotë. Dhe rezulton se savana shqiptare, e quajmë savana kështu me ironi, për shqiptarët e zakonshëm, nuk janë as pak fansa të kësaj marrëveshje. Pra, hyn tani edhe flet për revolucionin. Tani po zhvillohen protesta masive ndërkombëtare kundër korrupsionit. Flet për këtë, me 10 mijëra njerëz në rrugët e kryeqytetit Tiranës. Ata po e quajnë atë revolucioni i flamingove. Kujt i shkon mendja që kjo, pra e vazhdon ky bisedën, është një në ku ishte ky, çfarë vendi ishte ky? Në Georgia, kandidat për zgjedhjet midtermet në Georgia. Kujt i shkon mendja që do shkonte protesta jon, do bëhej pjesë e fushatës elektorale në SBA kundër Donald Trumpit, po të mos donte George Sorosi, miku i Edi Ramës, që e martoi Edi Rama, që e kumbari kur u martu ai Aleksi tani. Pra kjo është ajo që kam thënë që është ditën e parë të këtij revolucioni, por krahas kësaj kam thënë që e mbështes këtë revolucion edhe pse e bën Sorosi, s'kam asnjë gjë me Sorosin unë, personalisht, fare, zero. E mbështes sepse është nevojë jetike kombëtare që Edi Rama të shkëputet nga posti i kryeministrit. Është nevojë jetike kombëtare që Partia Socialiste të shpëtojnë nga ky klan mafioz që e ka marrë për fyti. E ka mbyt Partinë Socialiste një klan mafioz. Është urgjente. Kështu që kushdo që tjetë, unë s'jam si Mustafa Nano që them aleancë qelbësirash, po këta nuk janë aleancë qelbësirash, se këta janë krahu, po themi aktualisht i dytë më i fuqishëm në perandorin, Shtetet e Bashkuara. Kështu që nuk janë aleancë qelbësirash, por janë krahu i kundërt i lëvizjes politike të Donald Trumpit. Kështu që për këtë arsye, ky revolucion do ta ketë suksesin, e ka suksesin të garantuar, sepse nuk është instiktiv, nuk është se u mërzitën i ditë bukur shqiptare, është sepse Edi Rama ka tradhtu pronarin e vet. Ka bë pabesi, dhe siç e dini në për këto arubat mafioze, nuk të falet pabesia. E keni pas herë i tradhtarët se si sa ashpër i sikterisin klanet mafioze. Kështu që edhe kjo e Edi Ramës ajo është. Tani ai nuk e ka më as mbështetjen mediatike ndërkombëtare, që e blente me para, blente artikuj në mediat britanike me para, blente artikuj në mediat italiane, në mediat franceze, në mediat amerikane, ku të doshte Edi Rama. Ne kujtonim, ose po them shqiptarët se s'kam kujtu një herë kështu kurrë, kujtoni se është i zotin PR, ky është i zotin promovimin, aq sa pati bindet atë budallaqën, atë Milva Ekonomin, që thoshte se Edi Rama është brand ndërkombëtar. Nuk ka qenë brand ndërkombëtar, por ka qenë një njeri me shumë para. Me shumë para dhe që e blente hapësirën mediatike për promovu veten e vet, si lider i madhe, si lider vizionare, artiste, vishej me atlete, ka çedu gjitha herët me batutat, se është banal si njeri me batutat. Kështu që kjo i është çaj Edi Ramës, nuk e ka më. Pra i bie që ajo kalaja e propagandës, që neve na duke shumë e madhe, shumë e sofistikume, ka qenë thjesht para. Jep para, blej palachot për të folë mediat tona, si që janë duke folë sonde, shifni në për studio televizive, lloj laroje që paguhet për të mashtru shqiptarët, e pagun pushteti. Janë edhe spin doktorët e Lulbashës, një kategori tjetër palachos, po ma ordiner këta, se nuk është se merret njëri shumë me këta. Edhe këta, për të bërë opozitën e opozitës në funksion të
Edi Ramës, tani dalin bëjnë sikur janë pro revolucionit e më thet thash, ka ble gjithë kohën, e mbani me një gjithë kohën, klani, topi, gjitha mediat kryesore kanë qënë në funksion të propagandës këtij, sepse i ka ble me leje ndërtimi, i ka ble me tendera publik, i ka ble me koncesione, dhe ne mendonim, po të kemi dhe unë para dhe unë, kushdo që të ketë para, ka shumë para sa ka pas Edi Rama, sigurisht bo PR, edhe një bari në Majt Malit, japësh thasët me para, dhe bo reklam shumë mirë stanit vet. I bo reklam shumë mirë bylmetrave të veta, kujtun baktive të veta, gjitha më radhë. Kështu ka qenë edhe propaganda e Edi Ramës. Një kalar rëre nga ana profesionale, shumë mirë e strukturume nga ana e parave. Ka ble me para gjithë 14 vita që në 98 në fakt, po 14 vitet e fundi njëherë e ka ble me para hapësirën mediatike në favor të pushtetit vet. Ky është Edi Rama, shifeni sot si është si lolo, sa i vjetër duket, sa i ngathët duket në komunikimin publik, sepse nuk e ka më mbështetjen e mjeshtrit të propagandës, e mjeshtrit të ideologjisë së Majt Sorosit. E ka tradhtu atë edhe nuk ja ka falaj 90% e organizatorëve të revolucionit, sigurisht janë njerëz të atij, kështu janë njerëz të ndershëm, pjesa më e madhe atyre janë njerëz të ndershëm, me kujtun s'kan marrë njëherë taksa publike, prandaj nuk është se duhet me u marrë shumë me atë, por jo që të mos ta di. Libri roz. Libri roz i Ramës duket se është edhe diçka, një luftë instiktive që ky ka dash me fitu mbi tjatin e vet, mbi Kristaqi. Kristaqi ka qenë skulptor, ka lënë një vepër që Rama i thotë është madhështore atë në Shqipëri atje, dhe me librin e arkitekturës që ka bërë Rama për të coptu Shqipërinë, për t'i dhënë Shqipërisë vizionin e tij betonizues, me kulla e me resorte, komplet me beton, me shkatrim, vizionin arkitekturor të një psikopati, duket se e ka, përveç se nga përfitim ekonomik dhe për dëshirën e madhe që të bëhet mbret, siç thonë arkitektët, e ka pas edhe si tip sfide për të mundur Kristaqin që shiko se u bëra më i Zotit se ti. Kështu e besoj unë se ky i ka dhe këto fiksime që mund duken kështu foshnjarake, po ka fiksime të tilla shumë. Pyesni njerëzit që rrinë afër tij dhe do ta kuptoni.